Nga paqja fiskale nuk do të përfitojnë të gjithë. Në projekt ligj është parashikuar që të gjitha bizneset që janë dënuar me vendime gjyqësore të formës prerë ose janë në proces gjyqësor apo hetimi për vepra penale në fushën e tatimeve ose doganave, nuk do të përfitojnë nga fshirja e detyrimeve. Bashkimi Evropian dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë shohin me shqetësim nismën e qeverisë të pagëzuar si paqja fiskale me biznesin. Në një përgjigje për A2 CNN, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë argumenton se veç cënimit të barazisë tatimore, nisma mund të krijojë shtigje të pastrimit të parave. Me Shqipërinë që synon të përmbyll me sukses negociatat e antarësimit brenda vitit 2027, kërkohet që vendi mos i largohet legjislacionit evropian dhe të zbatojë rekomandimet e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin dhe pastrimin e parave, si dhe luftës kundër financimit të terrorizmit. Ashtu si Bashkimi Evropian apo Fondi Monetar Ndërkombëtar më herët edhe Dhoma Amerikane e Tregtisë vlerëson se paqja fiskale me biznesin sjell mundësi reale për legalizimin e kapitalit me origjinë të dyshimt. E për diskutuar më shumë lidhur me nismën e qeverisë së kryeministit Rama për paqen fiskale, kam një bisedë Aranita Brahaj, drejtuese Open Data Albania. Mirëserdhë Aranita. Mirë u gjeta. Menaxhon buxhetin, kontrollon të gjitha çfarë bëhet nëpërmjet Open Data Albania. Paqen fiskale të qeverisë si e ke parë? Ku ti shërben? Paqja fiskale është një zhvillim që ne kemi ndjekur herët. Pra ne kemi qenë nga organizatat që kemi analizuar që në vitin 2022 iniciativat e qeverisë shqiptare për amnisti fiskale dhe penale në atë një amnisti e cila nuk u realizua, nuk u finalizua deri në fund dhe për shkak të reagimeve të ndërkombëtarëve apo dhe pozicionimit të Shqipërisë në renditjen e vendeve të cilat kishin risk për pastrimin e parave, por me sa duket rikthehemi me një paketë fiskale e cila përmban edhe një ligj për paqe fiskale me bizneset, i cili në perceptimin tim është një amnisti e mirëfillt fiskale. Tashmë në vitin 2026 në pritje për të pasur ligjin, por edhe aktet në ligjore të cilat do të mundsojnë zbatimin e tij. Kujt i shërben? Po të shikojmë për shumë grafikisht më thash, falen pothuajse borxhet e vjetra të biznesit, falen një pjesë e borxheve të reja. Kjo është pjesa e faljes. E borxheve deri në 31 dhjetor 2014, e borxheve gjysmës borxheve deri në dhjetor 2019, nëse paguhet pjesa tjetër, gjobat ka marrë vonesa deri në 2024. Atëherë, kjo është pjesa e ligjit e cila ka të bëjë me faljet e atyre penaliteteve që janë penalitete 5 deri 10 vjet apo janë dhe penalitete korrente, po për të cilat nuk falet penaliteti, po falet pjesa e kamat e gjobës dhe e kamatave interesave mbi gjobën. Kjo është pak më e pranueshme, megjithëse dhe kjo e cënon klimën e biznesit në vend. Por elementi më me risk që ne shohim është ky ligji me këtë emër që nuk është dhe shumë emër teknik, ligji për paqe fiskale. Ky na sjell dhe na rendit tek vendet të cilat po eksperimentojnë një zhvillim që ka të bëjë me politikën fiskale, i cili nuk është i shëndetshëm, madje përmban edhe element të riskut. Që ta shpjegojmë për ku shqetësimi konkretisht? Atëherë, që ta shpjegojmë edhe për dëgjuesit. Okej, në rastin në fjalë, nëse falet gjoba për dikë, pyetja është por çfarë ndodh me atë biznesin e rregullt, i cili jo vetëm i ka paguar madje dhe me sforcë në afat të gjitha detyrimet tatimore, por në rast se është vonuar ose diku ka qenë në penalitet, ka paguar dhe ka marrë vonesat dhe penalitetet. Këtu ka humbur sensi i barazisë, sensi i besimit ose sensi i asaj konsistencës në politikën fiskale, e cila në një moment caktuar fiton, i jep një favorizim dikujt, një person, një biznesi i cili është në vonesë, dhe këtu në një farë mënyrë cënohet e gjithë barazia e subjekteve. Nxit njerëzit e rregull dhe bizneset e rregullta. Njerëzit fillojnë me ato perceptimin që kjo falet, pse ta paguaj, po ose pagova do vi një moment dhe krijon edhe një parregullsi, pra nuk e disiplinon biznesin dhe krijon një klimë jo të këndshme. Më i rrezikshëm është ligji për paqen fiskale. Tani ta shpjegojmë me fjalë të thjeshta. Ligji për paqen fiskale do thotë që të gjithë bizneset, pra të gjithë subjektet ekonomike dhe juridike, të cilat në një moment të caktuar, në një vit të caktuar, fitojnë më shumë se 18% kundrejt vitit të mëparshëm, çdo gjë që është mbi 18%, nëse arrin të bëjnë një marrëveshje me palën e administratës tatimore, nuk do paguajnë më 15% mbi fitimin nga biznesi, po do paguajnë vetëm 5%. Tani, përveç kësaj që do paguajnë vetëm 5%, do kenë të drejtë në bazë të kësaj marrëveshje për një periudhë 3 vjeçare të mos kenë kontrolle dhe inspektime tatimore, por nga ana tjetër të bëjnë rishikim të bilanceve të shkuara, duke thënë që ne kemi pasur
likuiditete, kapital, të ardhura, flukse paraje, të cilat nuk i kemi deklaruar dhe po i deklarojmë tani.